Përballë një kundërshtar, si po diskutoni paraprakisht deri ku e njihni edhe trajnerin e tyre, i cili në konferencë për shkak një ardhur në një çfarë për ta një rezultat pozitiv përballë finalisë. Atëherë, sigurisht që çdo trajner përpara në konferencat për shtyp gjithmonë thotë që do marrim maksimumin. Ne dim që përballë kemi një ekip me goxha eksperiencë, jo vetëm në Kazakistan, por edhe që është fitues i disa titujve, por edhe në Europë, sepse dihet që në historinë e saj Astana ka prezantime edhe në grupet e Champions League-s, ka 4 prezantime në Europa League dhe 2 në Conference League, që ato kanë një eksperiencë goxha të madhe. E dyta është fakti që janë në javën e 17 kampionatit dhe janë në ritmin e maksimal të tyre. E treta, po jo nga rëndësia, është që trajneri e njeh shumë mirë ekipin, sepse ka disa vite që punon me Astanën dhe ka një manovër të konsoliduar me lojtarë me goxha eksperiencë dhe lojtarë me nivel goxha të mirë. Neve do përballemi jo duke marrë parasysh këto element që unë preka, por që do të futemi në fushë duke respektuar kundërshtarin, por më shumë do respektojmë edhe veten tonë. Natyrshëm që me ndryshimet që kemi pasur, me afrimet që janë bërë në momente të ndryshme, në kohë të ndryshme, neve nuk pretendojmë që nesër do jemi brillant në atë që quhet manovër, por do të mundohemi që të gjejmë strategjinë e duhur që të marrim maksimumin nga ndeshja e nesërme. Natyrshëm i kam kërkuar lojtarëve me eksperiencë dhe atyre që kanë qenë edhe vitin e kaluar me Dinamën, që një nga ato është edhe Bruno Dita, që kapiteni i ekipit, që të japin nga vetja më shumë që të bëjmë më të mirën e mundshme. Këto ishin ato fjalët e para. Në fakt, ndjekin mungesa të rëndësishme të një në fakt ndeshjeve në Europë, si ka patur edhe largimet të cilat natyrisht kanë patur një të rëndësishme. Ajo që me fjalë si trajner kam qef t'i shoh gjërat me optimizëm, ta shikoj gotën gjysmë plot, jo të kundërtën. Ajo që është pozitive për neve është që është viti i dytë mbas një periudhe gati gjatë Dinamos që marrin pjesë në kompeticionet europiane. Vim nga një eksperiencë e vjetshme që bëm rrugtim deri në play-offin e Conference League-s. Natyrshëm që nuk do merremi më me lojtarët që për një apo për një arsye tjetër nuk janë më pjesë e Dinamos. Do të kërkojmë që me grupin që kemi në dispozicion të bëjmë maksimumin në mënyrë që të shohim pastaj që duke qenë që është me sistem eliminimi, sigurisht që mendoj që do të vendoset mbas 180 minutash dhe kjo duhet bërë duke pasur jo vetëm mendjen që të sulmojmë fort, por që edhe të kemi një ekuilibër, sepse unë e njoh mirë edhe trajnerin që ka konsoliduar një manovër dhe ne kemi analizuar goxha të mirë me ekipin e tij. Dhe neve duhet jemi gjatë gjithë kohës në ekuilibër, me përqendrim maksimal në mënyrë që mos i lejmë mundësi qoftë individuale kundërshtarit apo edhe në grup, sepse dalin goxha mirë nga mbrojtja në sulm. Dhe